Atëherë një ngjarje e rëndë ka ndodhur rreth orës 8:10 të mëngjesit të sotëm, ku një aksident I ka marrë jetën një shtetasit 50 vjeç, I cili po lëvizte me biçikletë në unazën perëndimore të Shkodrës. Dy automjete janë përplasur me njëri tjetrin, një automjet tip Benz ngjyrë e zezë me drejtues shtetasin Adnan Galica, I cili po ecte në kaun e kundërt pas një parakalimi është përplasur me automjetin tip Ford me drejtues shtetasin Fatbardh Lishi dhe përpasoj kanë aksidentuar edhe personin me biçikletë 50 vjeçarin I cili ka humbur jetën dhe pas ngjarjes u transportuar me një ambulancë drejt Spitalit Rajonal të Shkodrës teksa ndorroi jetë menjëherë në vendngjarje. Policia menjëherë mbërriti në vendin e aksidentit duke nisur hetimet paraprake për të zbardhur të plot këtë ngjarje të ndodhur në Shkodër. Ndërkohë dy drejtuesit e automjeteve Adnan Galica dhe Fatbardh Lishi edhe ata janë transportuar në Spitalin Rajonal të Shkodrës dhe sipas njoftimit policisë kanë marrë dëmtime të lehta dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Kjo është pak a shumë panorama aksidentit të ndodhur në qytetin e Shkodrës, ndërkohë që 50 vjeçari I aksidentuar, pra një person burr rreth 50 vjeç ende nuk është identifikuar nga forcat e policisë. Disa persona të ndryshëm kanë ardhur në vendngjarje, janë shoqëruar nga policia për të parë nëse viktima kishte lidhje me ta, por deri më tani nuk ka rezultuar dhe mbetet ende I pa identifikuar dhe po punohet për të gjetur identitetin e viktimës I cili mbeti I aksidentuar dhe pas veprimeve të grupit hetimor u transportuar me një ambulancë drejt morgut të Spitalit të Shkodrës. Senat ne shohim pas shpinës tënde vendin e aksidentit, biçikletën e rrëzuar, shohim edhe korsinë e biçikletave, si ka mundësi që ka ndodhur një aksident I tillë? A mungon sinjalistika e duhur në këtë rrugë? A ka ndodhur të tjera aksidente në këtë aks rrugor? Ka patur edhe aksidente të tjera në këtë aks rrugor, por natyrisht me përmasa të tilla janë më të pakta. Bëhet fjalë për unazën perëndimore të qytetit të Shkodrës, pra një prej rrugëve akseve kryesore që lidhet me gjitha degëzimet e tjera të qytetit, por edhe me hyrjen apo daljen e qytetit të Shkodrës dhe pikërisht duke qenë se është një rrugë e drejtë, shpeshherë ka mos respektim të rregullave të qarkullimit rrugor, siç edhe në këtë rast siç dyshohet, gjë e cila ka sjell edhe këtë aksident. Pra siç e thash, drejtuesi I automjetit tip Benz ndodhej në kaun e kundërt, dyshohet se ka qenë me një shpejtësi tej normave të lejuar dhe është përplasur me automjetin tip Ford, siç edhe tashmë kemi siguruar dhe një video nga vendi I aksidentit duke shkaktuar këtë ngjarje të rëndë dhe duke përplasur shtetasin me biçikletë I cili ka fluturuar disa metra më tej dhe ka humbur jetën fatkeqësisht në vendngjarje. Ne shpresojmë që autorët të drejtësia t'u japë autorëve dhe dënimin e merituar, pasi kur mendoj që Shkodra njihet si qyteti I biçikletave, kur ka më shumë qytetarë se sa në gjithë Shqipërinë që përdorin biçikletën, sigurisht që ky është lajm I keq që mund t'i dekurajonte ata që të përdorin këto mjete lëvizjeje. Në fakt në vendin ku ndodhem unë është edhe korsia e biçikletave dhe policia po heton të gjitha lëvizjet të automjetit të viktimës, të automjetit tjetër, siç e thash, për të nxjerrë normalisht edhe shkaqet e plota, por natyrshëm që papërgjegjshmëria në timon, pra nga drejtuesit e automjeteve, nga shoferët e makinave, sjell disa herë ngjarje të tilla, të cilat janë të përsëritura jo vetëm në Shkodër, por edhe në qytete tjera të Shqipërisë, duke shkaktuar viktima shpeshherë apo edhe të plagosur rënd të pafajshëm, të cilët janë duke qarkulluar në rrugët e qytetit apo rrugët e Shqipërisë dhe fatkeqësisht përfundojnë në një mënyrë tragjike duke u aksidentuar si shkak I papërgjegjshmërisë së drejtuesve të automjeteve, të cilët shumicën e rasteve nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Senat Nikshi, faleminderit.